Mbi 10.000 të dënuar pritet të përfitojnë nga amnistia penale. Drafti i shumë pritur është përgatitur nga Ministria e Drejtësisë dhe përmes Këshillit të Ministrave pritet të depozitohet për mirëndatim në kuvend. Sipas parashikimeve, 380 të burgosur do të lirohen menjëherë, ndërsa 980 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Do të lirohen menjëherë gratë që u kanë mbetur deri në 4 vite burg dhe burrat që u kanë mbetur deri në 3 vite pavarësisht dënimit fillestar. Me përjashtim të veprave penale të rënda, përfitojnë gjithashtu gratë mbi 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç dhe personat që kanë qenë 18 vjeç ose më të vegjël kur kanë kryer veprën. Në draft është parashikuar ulja e dënimit me 1 vit për burrat dhe 1 vit e gjysmë për gratë dhe të miturit. Gati 9.000 qytetarë të tjerë pritet të përfitojnë nga amnistia penale përmes shuarjes së hetimit apo gjykimit ndaj tyre. Pra ndaj tyre nuk do të vijojë më hetimi apo gjykimi. Drafti parashikon përjashtimin nga ndjekja penale për të gjitha çështjet në hetim, çështjet e pashqyrtuara si dhe kallëzimet që ndodhen në këto organe, pavarësisht nga data e regjistrimit të tyre për krimet e bëra deri më 31 dhjetor 2025. Kjo për veprat për të cilat Kodi Penal dhe Kodi Penal ushtarak parashikon dënim deri në 3 vite burg, me përjashtim të veprave që kanë kriteret ndaluese. Përjashtohen si përfitues së kësaj amnistie penale përveç uljes me 1 vit apo 1 vit e gjysmë tek dënimet. Të gjithë të dënuarit për veprat të rënda penale janë plot 19 kategori të tilla, duke filluar nga krimet kundër njerëzimit, krime kundër jetës, krime seksuale, vepra kundër fëmijëve, veprat penale që prekin zgjedhjet e lira, bandat e armatosura dhe organizata kriminale, si dhe veprat e korrupsionit. Të gjithë të aratisurit të që janë shmangur drejtësisë nuk përfitojnë asnjë kategori nga amnistia, duke përfshirë lirimin, uljen e dënimit apo dhe pushimin e ndjekjes penale. Ministria e Drejtësisë thotë se bazon këtë listë ndër të tjera me parimet e humanizmit, arritjen e qëllimit të dënimit, edukimin dhe rehabilitimin dhe mbrojtjen e interesit publik.